Në çfarë kuadri diplomatik vendoset? Unë mendoj që është në kuadër të turbulencave të sigurisë dhe ndryshimeve tektonike të gjeopolitikës europiane dhe është një përgjigje ndaj të papriturave që mund të ndodhin pas një ere të re të marrëdhënieve ruso-amerikane dhe braktisjes deri diku të paralajmëruar amerikane të zonave të sigurisë. Është një akt normal, natyrisht. S'ka asgjë për të shqetësuar, pavarësisht se Serbia e përdor për propagandë. Shpresoj dhe besoj që edhe vendet të tjera mund t'i bashkohen. Bullgaria thuhet që do t'i bashkohet. Nuk përjashtohet edhe Turqia që t'i bashkohet, por edhe Maqedonia e Veriut. Pra, nuk ka asgjë të keqe që këto vende të koordinojnë. Po Serbia jo. Jo, Serbia jo. Sepse është Kosova, po duhet ta themi. Është Kosova dhe është edhe Kroacia. Kujtoj këtu edhe për kolegët që Serbia dhe Kroacia kanë shkëmbyer nota, deklarata, sharje, fyrje, kërcënime me njëra tjetrën në kuadrin e investimeve ushtarake që ka bërë Kroacia, blerjeve që ka bërë Kroacia dhe blerjeve që ka bërë Serbia. Pra, në një farë mënyrë Serbia e shikon armatosin e Kroacisë si kërcënim mallor të saj, të sigurisë saj,